Mbi 300 milion ka patur vit e kaluar vetëm lindat e Akshit. E kuptoni ju apo jo se çka qenë kjo? Tani, tjetër, një mashtrim tjetër i paskrupullt, që Tirana zyrtare i bën Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian. Edi Rama dhe qeveria e tij e mashtrimit deklaron ju lutem vetëm durim keni pak, se është një dhënë shumë interesante. Se ka prokuruar në vit 10% të GDP-s dhe shpall vetën kampion mashtrues i paskrupullt. Si e ka realizuar mashtrimin. Ka llogaritur prokurimet publike dhe prokurimet publike të anulluara. Në qoftë se nga prokurimet publike të vendit zbriten prokurimet të anulluara, Shqipëria ka një nga nivelet më të ulta në botë të prokurimit publik dhe jo që se ka 10, po e ka gjithsejt 4.9%. 4.9%. Histori banale kjo. E një njeriu delinkuent që ose mashtron me qëllim, ose është tabula rasa dhe nuk din çfarë thot. Siç bënin me eksportin. Ju kujtohet ju, në një kohë kur eksportet këtu binin pikjat, këta llogarisën e eksporte, rieksportet nga Durrësi në Kosovë. Mallat importuara nga tregtarët e Kosovës dhe të shkarkuara në portën e Durrësit me destinacion në Kosovën. Dhe këto mallra Edi Rama i llogarisë si të prodhuara në Shqipëri dhe sikur po eksportoheshin nga Shqipëria në Kosovë në kohë kur ato nuk kishte asnjë prej tyre i prodhuar në Shqipëri, ishin importuar nga vende tjera, naftë, prodhime nafte, e tjere me radhë, dhe do të transferoheshin në Kosovë. Dhe ky informon të shqiptarë dhe komunitet Bashkimin Evropian se në Shqipëri janë rritë aq e kaq eksportet. Të njëjtën gjë, të njëjtin mashtrim bën sot, por jo me malla që kalojnë në Kosovë, por e bën llogaritë të realizuara, tendrat e anulluar. Dhe shto ato, sa e anullohet tendri, llogaritet, prokurim që nuk është bërë, llogaritet prokurim i bërë. Ky është një papërgjegjësi tjetër e plot e tij. Njëri që gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare. Gënjen takime zyrtare. Tjetër,